Detajet të reja janë zbardhur nga konflikti ndodhur pas ditën e së premtes në fshatin Shkallnur të Durrësit, ku një 36 vjeçar mbeti i plagosur. Në ngjarje është përfshirë edhe Denis Tafili, një nga personat e shpallur në kërkim nga SPAG në kuadër të operacionit Ura. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka sekuestruar armën e zjarrit të efektivit të policisë në Durrës, Leonard Xhamollari, me funksion ndihmës specialist në sallën e komandimit, i cili dyshohet se ishte përfshirë në sherr. Polici ka qenë prezent në lokal kur ka ndodhur sherri, por në deklarimet e tij para agjentëve të AMP-s është shprehur se nuk ka lidhje me të kërkuarin e SPAG Denis Tafilin. Gjatë konfliktit u dhunua me qytën e pistoletës nga Tafili, Edison Gjuzi, i cili pretendon se ka parë efektivin e policisë disa herë në shoqërinë e Tafilit dhe personi tjetër që e dhunuan. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është duke verifikuar kamerat e sigurisë për të mësuar nëse efektivi ka favorizuar të kërkuarin e SPAG Denis Tafilin. Në njoftimin e saj, policia shpjegon se konflikti ka nisur për motive të dobta. Në maj të këtij viti, prokuroria e posaçme mbyll hetimet për grupin e Elvis Doçit, pjesë të cilit është edhe Tafili. Grupi u godit një vit më parë fal operacionit të përbashkët me autoritetet italiane.